Mirëmbrëma të dashur shikues të televizionit Shpresa. Sot kemi nderin të kemi të ftuar në studio sekretarin e financave dhe ekonomisë për qeverinë teknike të Partisë Shpresa Demokrate, profesor Filip Rugjo. Zoti sekretar, përshëndetje dhe mirë se keni ardhur. Përshëndetje, faleminderit. Zoti sekretar, si do ta përshkruani situatën aktuale të ekonomisë shqiptare? Dhe a ndikohet dhe në çfarë mënyre ndikohet nga zhvillimet politike dhe qeveritare? Faleminderit për pyetjen. Ekonomia shqiptare aktualisht bazohet kryesisht në disa sektore kyçe, si sektori i shërbimeve, i tregtisë, turizmit dhe industrisë. Në një intervistë më herët, neve kemi thekshuar rëndësinë e zhvillimit ekonomik të bazuar në 5 sektoret, që kemi përmendur dhe për shikuesit tanë do t'i përmendim edhe në vazhdimsi. Por realiteti është që kryesisht është koncentruar në zhvillimin e saj mbi këto sektoret kyçe, është ndikuar nga këto sektoret kyçe. Dhe nga ana tjetër, qytetari shqiptar, familjet, përdit janë dëshmitar po përballen me rritjen e kostos së jetesës, të shportës së tyre familjare dhe të rritjes së çmimeve. Pra, kemi një ekonomi e cila kryesisht e bazon zhvillimin e saj në disa sektor, që ka krijuar një produkt ekonomik dhe një ekonomi familjare, ku qytetarët e saj përballen me këto vështirësi dhe jemi të gjithë dëshmitar, dhe kemi përmendur edhe një intervistë e kaluar ku këto vështirësitë vinë shfaqen kryesisht nga thellimi i rishpërndarjes dhe i pabarazisë në të ardhura ekonomike financiare për çdo familje. Por cila do ishte perspektiva dhe zhvillimi i saj? Dhe në një intervistë e kaluar, thekshuam që çdo ekonomi, çdo shteti, çdo shoqërie, çdo kombi bazohet në 5 sektorët. Në sektorin primar, që është sektori i ekonomisë që kryesisht bazohet në bujqësi, në blegtori, në pylltari, në burimet dhe në burimet natyrore të tokës dhe të nën tokës. Përse përmend këtu të tokës dhe të nën tokës dhe të ujit. Një parantezë vogël, jemi me fat si shtet, si vend, sepse neve mund të përfitojmë ekonomi edhe nga toka, edhe nga uji, se jemi vend bregdetar. Vetëm rreth 3 miliard e popullsisë globale jeton në përbrigje, ku dhe neve konsiderohemi vend bregdetar, ku mund të zhvillojmë ekonominë e bazuar në të mirat që na sjell deti, përveç detit kemi në ujë konsiderohet edhe liqenjtë dhe lumenjtë, dhe nga burimet e tokës dhe të nën tokës. Pra, sektori primar bazohet kryesisht në këto fusha. Kemi sektorin sekondar, që është sektori i industrisë prodhuese dhe përpunuese. Kryesisht këtu janë industria e prodhimit ushqimor, të pijeve, tekstili dhe këtu hyn edhe ndërtimi, sektori i ndërtimit. Bas sektorit sekondar vjen sektori terciar ose sektori tret, ku këtu hyn shërbimet, sektori i shërbimeve, që dominojnë tregtia me shumicë, me pakicë, shërbimet financiare, turizmi, që është një sektor që kontribon në ekonominë tonë, dhe një të zgjatje e sektorit terciar, është sektori kuaternar dhe kuinar, ku janë përsëri sektoret të shërbimeve, po të shërbimeve bazuar në dije, njohuri, informacion dhe teknologji, dhe sektori kuinar është sektori i dijes së avancuar dhe i teknologjive të avancuara, ku këtu mbizotërojnë në këto 3 sektoret e fundit, mbizotërojnë produkti i shërbimit, produkti i paprekshëm, i pakapshëm. Dhe ekonomitë e vendeve, kryesisht neve ekonomistët kur i përqasim për nga analiza, i përqasim sikur 50% janë sektoret e produktit të prekshëm dhe 50% të paprekshëm. Po në Shqipëri
sektori shërbimeve është një sektor dominues, edhe në vendet e tjera, ndodhë kështu, sektori shërbimeve është më dominues në krahasim me produktet e prekshme, dhe pikërisht është sektori i cili mund të ofrojë dhe mundësinë për të zhvilluar më shumë, për të krijuar një ekonomi shtesë në volum dhe në vlerë. Tani vjen pyetja juaj, e cila më thatë ndikohet situata ekonomike nga zhvillimet politike dhe qeveritare, institucionale. Përgjigja është po, patjetër që ndikohet, sepse në ekonominë e çdo vendi ndikimi vjen nga cilësia e politikbërjes, e politikbërësve. Qeveritë, politikbërësit kanë vetëm një detyrë, për një punë, me një punë merren. Puna atyre është vendimarrje, për të ecur proceset e operacionet të shtetit dhe të ekonomisë. Çfarë e bën dallimin? Dallimin e bën cilësia e këtyre vendimarrjeve. Pra, zhvillimet politike, institucionale dhe qeveritare ndikojnë drejt përse drejti dhe në cilësinë e produktit ekonomik të cilin neve do kemi, si shoqëri, si shtet, sepse janë të ndërlidhura. Dhe me këtë analizë të cilën unë po bëj, na tregon se duhet në drejtimin e institucioneve, politikbërësit tanë, duhet ta kenë atë formimin arsimor, edukativ, ekspertizën, dijen, njohurinë që nevojitet për ato pozitat e vendimarrjes, me qëllim që ata të marrin vendime të cilat do shtojnë vlerën e proces. Për të zbërthyer akoma më në detaje. Pra, imagjinoni nëse në një pozitë vendimarrëse, ekonomistët nuk i kanë të qarta shkollat e mendimit ekonomik për të marrë vendime mbi vendimarrjen. Kemi disa shkolla të mendimit ekonomik në evolimin e shoqërisë globale, që nga lashtësia, ku janë shkollat e mendimit ekonomik paramoderne, ku flasim në kohën e perandorive mira vjeçare, siç ishin shkollat e perandorisë romake, kineze, greke, otomane më vonë, të cilët kanë një gjurmë mënyra se si drejtohen ekonomitë e vendeve. Ato kryesisht bazoheshin në burimet e tyre dhe në etikën dhe në pasurimin e kombit nëpërmjet burimeve natyrore, dhe ishte koha e merkantilistëve, fiziokratëve, ku besonin se duhet të bazohemi në prodhimin e të mirave bazuar në burimet tona natyrore dhe të eksportojmë atë të pritsen, atë avantazh që na ofrohet. Pra, çdo shkollë e mendimit ekonomik ka krijuar atë ekonominë unike, që ekonomistët e studiojnë nga ana e avantazheve, ku çdo shkollë ka krijuar, ka dhe disavantazhet e veta. Vim pastaj në kohën moderne, ku mes kohës moderne, që janë shekulli 16-18, në kohën e klasikëve të Adam Smith, ku aty flasim për pasurinë e kombëve, për një treg më të lirë, që gjen ekuilibrat vet, dhe me vonë vim në kohën moderne, në kohën e keynesianëve, ku këtu flasim për një prezencë të shtetit nëpërmjet agregateve të ekonomisë, si ndërhyjnë për të menaxhuar produktin ekonomik, dhe me vonë edhe të monetarëve, të Milton Friedman dhe shkollës tjetër ekonomike, ku këtu flasim për një ndërhyrje nëpërmjet monedhes, se si mundemi të menaxhojmë inflacionin dhe çmimet e shportës të qytetarëve. Të gjitha këto shkollat ekonomike e formojnë atë politikbërësin, ekspertin e ekonomisë, duke ditur avantazhet e disavantazhet e këtyre shkollave historikisht. Pra, në drejtimin e institucioneve që lidhen me ekonomi, ka shumë rëndësi faktoret institucional, politik qeverisës, të cilët janë të ndërlidhur me ekonomin, duhet të kenë atë formimin e tyre adekuat në nivelin e ekonomisë, me qëllim që vendimarrja e tyre të sjellë atë produkt në atë nivel që kërkojmë. Unë përmenda disa shkolla. Pse i përmenda të gjitha këto shkolla? Të gjitha kanë rëndësinë e tyre dhe ne mund të marrim elementet e kombinimit. Dhe pse e bëra analizën për të theksuar se në ekonominë tonë
ka shumë ndikim zhvillimet politike dhe qeveritare dhe për tjetrën arsye se qeveria në rezulton është bashkaksioner, partner në ekonominë tonë, në cilin aspekt shpenzimet qeveritare në ekonomi arrin rreth 1/3 të prodhimit të brendshëm bruto. Pra, pikërisht e zgjata pak të analizën për të theksuar sa e rëndësishëm është roli i shtetit dhe i qeverisë dhe institucioneve në ekonominë tonë, sepse nëse analizojmë në total tregu, ku pjesa tjetër e 70% të ekonomisë është në sektorin privat, të përbërë prej mijëra nën aksioner, nën partner total të tregut, dominon qeveria, shteti, me një prezencë 30% që shpërndan shpenzime qeveritare në treg, në shërbime dhe në operacionet e ndryshme. Pra, kjo na e bërë shumë të qartë të kuptojmë sa e rëndësishme është, prandaj dhe unë zgjata në shkollat ekonomike, për të treguar që nga ndikimi i madh që ka institucionet, duhet të jenë njerëz adekuat që e zotërojnë ekonominë. Nëse nuk e zotëron, se ekonomisti, ose institucionalisti, ose qeveritari, i ekspert i fushës që është në atë pozitë, e si puna e dirigentit në një orkestër. Nëse nuk e di, e shumë e ndjeshme orkestra, shumë i ndjeshëm tregu, mund të kemi lëvizje gabim që kanë kosto dhe impakt gabim. Dhe duhet të thënë që prezencë kaq e lartë e qeverisë si partnerë në ekonominë në treg, me shpenzime qeveritare rreth 30% të prodhimit të brendshëm bruto, nuk është fenomeni jonë, nuk është fenomen shqiptar. Edhe në ekonomitë të tjera kemi një prezencë kaq të lartë të qeverisë në treg, diku 20-25%, edhe shtetet dhe ekonomitë avancuara kanë një prezencë të tillë. Po ku e kanë dallimin me neve? Pse neve ekonomia jonë ka krijuar pabarazi të thella në rishpërndarjen e të ardhurave, ku neve e kemi përmendur në një intervistë të kaluar që unë përmenda raportin Palma-Rescio, mënyra se si e kemi menaxhuar neve ekonominë me gjithë analizë, modelin dhe kombinimin e modeleve që unë përmenda, na rezulton që nëpërmjet indikatorit madhës që kemi në ekonomistë, i cili quhet Palma-Rescio, që unë e përmenda në një grafik në intervistë të kaluar, na tregon se 10% i shtresës me të ardhurat të larta në shoqërinë tonë rezulton, zotëron një pasuri afër 4 fish sa 40% i popullsisë me të ardhurat e ulta. Pra, është një pabarazi e thellë. Lind pyetja, profesora, mund të jemi të gjithë të njëjtë shtresa shoqërore? Jo, nuk mund të jemi të gjithë të njëjtë. Jemi, sepse kemi dallime në formim, dallime në infrastrukturë, dallime në trashëgimi, pra se cili ne pranojmë njëri tjetrin se jemi ndryshe, pra dhe produktin e vet ekonomik financiar se cili do ta ketë ndryshe. Dikush është në supermarket, dikush është rrugtar. Pra, në këto dallime shoqërore ekziston një ekuilibër ama, ku neve si shoqëri nga rishpërndarja e ardhurave gjejmë ekuilibër. Dhe cili është ky ekuilibri? Kur unë përmenda në intervistë e kaluar, ky raport është barazi me 1, që do të thotë shtresa e shoqërisë me të ardhurat të larta 10%, ka pasuri, zotëron pasuri të barabartë me 40% e shtresës e popullsisë me të ardhurat e ulta, pra është një raporti. Në rastin tonë është 4 fish, domethënë është mbi 1, kemi pabarazi të thelluar. Dhe shtresa e nivelit mesme 50% e popullsisë duhet të zotëroj 50% e pasurisë kombëtare. Pra, në këtë analizë na rezulton që kemi një pabarazi të thelluar neve, dhe unë pse qëndroj këtu, sepse kjo afatgjat, ky indikator tregon se ne do përballemi me kriza sociale. Dhe pikërisht ky raport na tregon se ne duhet të ndërhyjmë faktori politik, i cili ndikon, tani u bindem me analizën, që është ndikues direkt në të ardhurat në ekonominë e vendit dhe në të ardhurat familjare, mënyra se si e menaxhon, nga kjo analizë të cilën ju bëra, se është bashkëpartner në ekonomi, në nivelin më të lartë, mbi 30% në ekonominë totale të vendit, dhe cilësia e vendimarrjes politike, bazuar në ato shkolla ekonomike që beson, të marrë elementet më të mira, mund të jetë dhe kombinim,
për të krijuar një ekonomi që do t'i rishpërndaj të ardhurat në atë nivel që ne të balancojmë, sepse sot nuk e kemi balancën, e kemi humbur dhe do rrezikojmë nga krizat shoqërore, sociale në të ardhmen. Dhe për ta përmbyllur me faktorin politik, ashtu siç përmenda shkollat e mendimit ekonomik, të cilët ekonomistët janë përfshirë në këtë proces, duhet i zotërojnë, duhet jenë ekonomistë të aftë, të studiuar, të formuar me eksperiencë në këto vendimarrje kaq domethënëse jetike dhe cilësore për shoqërinë dhe për ekonominë e një vendi. Po ashtu, paralel, ka shumë rëndësi edhe formimi politik i zyrtarëve institucionalistëve të ndryshëm të përfshirë. Kemi dhe shkollat e mendimit politik, shkollat e ndryshme, pra konservatorët, socialistët, liberalët, të gjelbërtit, ambientalistët. Pra, janë dhe shkollat e mendimit politik, të cilat ata formohen në karrierën e tyre në vendimarrje politike dhe me ndërthurje dhe në shkollave, rëndësisë e shkollave ekonomike, pra janë gjithë këto ku beson qeverisja, institucionet politika jonë, në cilat shkolla ekonomike frymëzohet, në cilat shkollave ekonomike avantazhet, prioritetet dhe përparësit aplikon, gjeneron një produkt ekonomik. Prandaj, e zgjata pak, po besoj e qartësova për shikuesit tanë, sa e rëndësishëm është procesi ku ne vendosim të zgjedhim ata të cilët do drejtojnë vendin, institucionet, sepse me këtë analizë kuptuam ata kanë një peshë shumë jetike në të mirat tona publike dhe në cilësinë e jetës së qytetarëve. Zoti sekretar, si mundet të përballohet kostoja e jetesës për familjet shqiptare që mbetet një shqetësim serioz për të gjithë? Në një intervistë më parshme, juve prezantuat politikat e qeverisë teknike për rrogën bazë 1.200 euro dhe pensionet bazë 600 euro në muaj, plus ekstra një çek bankar prej 150 euro në muaj për të blerë produkte e nevojave bazike. A është kollaj e realizueshme kjo dhe a e përballon ekonomia jonë duke marrë parasysh që jemi një ekonomi e vogël me kapacitete të limituara? A qëndron ky këndvështrim për sa i përket kapaciteteve të limituara? Faleminderit për pyetjen e analizë, me shumë në pyetje të rëndësishme, domethënëse brenda kësaj pyetje, kaq të rëndësishme. Në ndërlidhet edhe me pyetjen e parë, ku unë fola për pabarazit të thelluara në të ardhurat e familjeve të individit në shoqërinë tonë, dhe sa e rëndësishme është që neve të ndërhyjmë në një rishpërndarje të ardhurave të mirave që të gjejmë balancën. Pikërisht në këtë aspekt është domosdoshme ndërhyrja në këtë moment në politika tona ekonomike financiare. Në ratë parë, raporti Palma që unë përmenda na tregon që 40% i popullsisë nga kjo analiza na tregon se përballet me vështirësi në krahasim me ata 10% e popullsisë me të ardhurat të larta, të cilët janë në një zonë komforte. Kjo analizë na tregon se neve që ta ulim këtë pabarazi, atëre duhet të ndërhyjmë në këtë piramid për të gjetur ekuilibrin mes tre shtresave shoqërore. Në radhë parë duhet fillojmë nga baza, 40% e popullsisë duhet të rriten të ardhurat. Kjo na tregon se duhet të rriten të ardhurat këtu. Dhe pikërisht për këtë ne erdhëm me propozimin, si qeveri teknike, erdhëm me propozimin jetik se rroga bazë në Shqipëri duhet të jetë $1.200, ose dhe kemi lansuar edhe risinë e parë, për herë të parë, edhe pagesën me orë $7 në orë. Për të mundësuar që dikush të punësohet përkohësisht, ose një student, ose një punë e përkohshme javore, ditore, pra ofruam të gjitha këto mundësit qytetarit, i cili të mund të punoj edhe në baza orari dhe në baza mujore. Pra rroga duhet të jetë $1.200, duke marrë parasysh të gjitha këto kostot e jetesës. Kjo pagë, kjo rrogë mujore quhet rrogë pagë e denjë,
Çfarë ne kuptojmë me pagë denj? Pagë denj është ajo pagë e cila mbulon të gjitha ato shpenzimet e jetesës, duke mbuluar koston e jetesës në ushqim, veshmbathje, kostot e nevojave bazike, ushqim, veshmbathje, ujë, strehim, kostot e strehimit, duke marrë parasysh qiran, mesatarën e qiras në vendin tonë, faturat mujore, duke marrë parasysh shërbimet e tjera të paparashikuara familjare, dhe duhet të garantojmë nëpërmjet pagës bazë edhe një tëpric rreth 15-20% nga paga duhet të jetë një tëpric në dispozicion të individit, të qytetarit, i cili ta investoj për një të ardhme më të mirë, mund ta investoj në zhvillimin e tij personal, pra zhvillimin gjatë gjithë jetës, në një jetë më cilësore, qoftë udhëtim, qoftë studim, qoftë në aspektin estetik, fizik, shpirtëror, mendor, në të drejtën e ty ta investoj, ose një tëpric për të investuar në tregjet kapitale, mund të jenë në bursa, mund të jenë në një fond pensional për të siguruar të ardhmen e tij. Pra, vetëm atëre, me një pagë të tillë të denj, e cila ofron të gjitha këto për një qytetar, atëre ne arrim në atë nivel shoqëria jonë, del nga kjo pabarazi e thelluar dhe nga rishpërndarja problematike të ardhurave sot dhe gjen një ekuilibër më të shëndosh. Pra, e qartësuam se duhen rritur pagat për të përballur këtë pabarazi. Vim tek pyetja e radhës që juve thatë, a e përballon ekonomia jonë, që juve thatë kaq e vogël, me njerë të kaloj në një rrogë bazë $1.200 për të gjithë qytetarët dhe $7 në orë. Një ekonomi e limituar, mos ka kapacitetet limituara. Përgjigjja ime është në radhë të parë, neve në ekonomi, në biznes, në menaxhim, fjalën limituar në produktin ekonomik dhe në nivel dhe nga përqasja sasiore dhe nga përqasja në vlerë, në monedhë, neve fjalë limituar nuk e përdorim, nuk na përkon me ekonominë, ne ekonomistët. Për një arsye sepse ne e konsiderojmë është perceptim. Pra, nëse politikbërësit tanë, ose aktorët tanë të ekonomisë, mendojnë se jemi të limituar, unë dëshiroj sot të bëj një analizë dhe ta qartësoj për nga përqasja akademiko-shkencore, nga shkencat e ekonomisë, se kjo është një perceptim i gabuar, sepse ekonomit sado ose shtetet sado në popullsi në numër të jenë të vegjël, krahasuar me popullsi dhe ekonomit e tjera, ekonomia e tyre nuk mund të përqaset me limite. Pse? Sepse kemi vetëm dy mënyra për të zhvilluar në ekonomi. Njëra mënyrë është ata që prodhojnë produkte të prekshëm dhe të paprekshëm. Njëra mënyrë është zhvillim horizontal. Zhvillim horizontal në ekonomi do thotë unë e sheh se tregtoj produktin tim e ofroj sa më shumë konsumatorëve, përdoruesve. Pra, nëse themi sot në Shqipëri jemi kaq popullsia dhe tregu në Shqipëri se e mbulova, i kam konsumator, atëre përgjigjja ime kemi dhe eksportet. Pra, nëse kam suksesin brenda, kam një potencial inkremental të një ekonomie shtesë, këtë suksesin tim të eksportoj. Pra, edhe ashtu të përgjigje për nga zhvillimi horizontal është pa limit. Shkojmë tani në rastin e zhvillimit vertikal. Nga moment që unë jam i suksesshëm në një produkt shërbim që kontribuon në ekonomi, atëre mund të shtoj asortiment në portofol, të hyj dhe diversifikim portofolit në produkte shërbimet e tjera, të shtoj në aktivitetin tim, ose të krijoj produkte në produktet, të zgjeroj portofolin, pra do thot, në të njëjtit klient mund të shtoj shitjen e produkteve, artikujve, shërbimeve të tjera. Pra në këtë aspekt, ekonomia na tregon vetë që aktiviteti tregtar o biznesor si përmarrës është pa limit.
nuk mund të themi se ekonomia jonë ka limite dhe nuk mund t'i përballoj. Thjesht, në analizën që unë bëra më herët, ku shteti është rreth 30% pjesëmarrës në ekonominë e vendit tonë, dhe theksova është model që edhe në vendet e tjera zhvilluara ekziston prezencë kaq e lartë me shpenzime qeveritare në treg, mbi 20-25% rreth 30%, po ata nuk përballen me kaq pabarazi për shkak se aty sundon ligji dhe endet rregullatore, institucionet janë të forta ku tregu disiplinon dhe nuk pret vetëm nga ky raport klientelist treg shtet, nga ndërhyrja madhe që ka shteti në treg, të përfitoj gjithmonë pa zhvilluar gjithë këto avantazhet konkurruese që unë përmenda, që na nxjerrin jashtë çdo limiti. Dhe unë këtu dëshiroj të marr një shembull disa ekonomi për të kuptuar shikuesit tanë. Një model suksesi është Singapuri. Singapuri është një shtet relativisht i vogël, krahasuar me ne dy fishi jon, është 6.5 milion banor. Për nga popullsia, u përball me reforma drastike, ndërhyrje në ekonomi me reforma para 3-4 dekadash, sundim i ligjit, forcimi institucioneve, edet regulatore dhe investoi kryesisht në sektorin e shërbimeve, i cili, pse sektori i shërbimeve? Sektori i shërbimeve të ushqen me dije, njohuri, ekspertizë, inovacion dhe dy sektoret e parë tradicional, primarin dhe sekondarin, që është bukësia, blegtoria të i pari dhe i dyti industria. Përveç kësaj, shërbimi nuk kërkon logjistik, aty konkuron me tru, me mendje, me dije të avancuar, ata zhvilluan dije, teknologji të avancuara dhe ofrojnë shërbime jo vetëm brenda ekonomisë të tyre kombëtare, por në arenën globale. Pra, e zhvilluan atë produktin e ekonomisë e tyre pa limit. Nëse në thonjza, si kur ishin të limituar në aspekt kombëtar, që nuk ka asë në aspekt kombëtar limit, për këtë që thash, ata dolen në ekonomi inkrementale, në përfituan ekonomi shtes, duke eksportuar suksesin, dije, njohurinë, ekspertizë, dhe sot janë të rankuar një shtet kaq i vogël me gjysmë trilion ekonomi. Pra është rankuar në një ekonomi të avancuar. Dhe me gjithë këto analiza që unë bëra, jemi bindur se ekonomia jonë e përballon një pag $1.200 në muaj, dhe për një analizë tjetër paralel, duke marrë parasysh se neve kemi dhe një informalitet të lartë në tregun, edhe në tregun e ekonomisë dhe të punësimit. Jemi rreth 40% e ekonomisë tonë na rezulton informale bazuar në statistika 35-40, aty mund të kemi një debat, varet nga institucion që referohemi, sido që të gjithë e pranojmë, e kam thënë dhe në disa intervista më heret, nuk është fenomen shqiptar, informaliteti i tregut, është global, ekziston dhe në ekonomi globale, rreth 19% e ekonomisë globale është informale, është një problematikë që përballen të gjitha shtetet, dhe shtetet në zhvillim e kanë atë përqinë më të ulët, shtetet e zhvilluar dhe ekonomitë avancuar, atë përqinë e informalitetit kanë të ulët, janë përballu, dhe neve duke ditur se aderojmë të jemi pjesë e Bashkimit Evropian, ose modelit ekonomive perëndimore, dhe ndërlidh këtu, duke marrë parasysh se neve dëshirojmë do integrojmë legjislacione kushtetutën amerikane, të pasuruar edhe me ligjet tregtare, edhe të aleatëve tanë dhe ekonomive të zhvilluar të avancuara evropiane si Gjermania, Austria, edhe neve mund ta ulim këtë informalitet në ato nivele që nuk është problematik për tregun, në nivel të ekonomisë dhe në nivel të punësimit. Me këtë analizë që po bëj, na rezulton se kur themi rroga bazë 1200, është korrigjimi duhet paguar diferenca nga ai niveli që secili sot individualisht ose në mënyrë kolektive e ka pagën. Dikush mund të jetë 1000, do shkoj 1200, dikush mund të jetë 900, do shkoj 1200, dikush 500, 1200. Pra sektori publik dhe privat do ta korrigjojë këtë.
dhe ka një kosto. Kjo kosto është e përballueshme. Në radhë parë thash, nga informaliteti duhet parë paga formale me informale dallimi sa e kemi. Në një artikullin tim para disa vitesh, artikull shkencor që kam publikuar, kam bërë një analizë të asaj kohe, ku fola për rritjen e pagave dhe gëzohem që u hap ky debat, u bindet të gjithë që duhet të rrisim pagat. Fola që diferenca duke u përballur me formalizimin e ekonomisë, vetë do rriten pagat dhe duhet të rriten jo vetëm për një jetesë të denjë dhe sektori privat nuk duhet ta marrë këtë sugjerim ose këtë politikë të rritjes së pagës minimale si një kërcënim në të ardhura ose në përfitim. Përkundrazi, kjo pagë bazë do krijojë një jetesë të denjë dhe do rrisi konkurrueshmërinë e kapitalit human në tregun e punës. Pra, nëse sot ke një numër sasior të punësuarve me pagë më të ulët, po me performancë të dobët, nëse mund të kesh një numër më të ulët, me pagë më të lartë dhe me performancë të lartë. Dikush do thotë, po mund krijohet papunësi. Jo, nuk krijohet papunësi. Sepse nëse skualifikon me meritokraci, me konkurrencë të shëndosh, një punonjës skualifikohet nga procesi, ai do gjejë ekuilibrin vetë në tregun e punës. Dhe ai do vetëdijësoj të rrisit kapacitetet e veta. Rritja e pagës na sjell në atë nivel që do rritet edhe konkurrenca e kapitalit human, që ata të zhvillohen me dije, njohuri, ekspertizë që do shtojnë vlerën e proces. Pra, është më mirë për sipërmarrjen të kemi të punësuar, ekspert, të arsimuar, me dije, njohuri që do shtojnë vlerën e proces dhe vlerë për sipërmarrjen. Pra, sipërmarrja duhet ta përqasi këtë pagë si do t'i shtojë vlerë. Dhe për ta përmbyllur, kishte shumë në pyetje dhe unë e zgjata pak, për ta përmbyllur, e kam thënë në ndërvistë e kaluar, kapitali human, punonjësit, në disa ekonomi të avancuara, për shembull në ekonomitë anglosaksone, të modelit amerikan, anglez, ata konsiderohen një kapital, konsiderohen aset për kompaninë dhe regjistrohen si një vlerë në kompani. Prandaj shpeshherë në këto korporata, në këto sisteme, lëvizja e kapitalit human, punësimi ka ndikim deri edhe në bursat financiare. Imagjinoni sa e rëndësishme është truri human në një proces për të shtuar vlerë. Pra pikërisht dhe sipërmarrësit tanë, unë besoj duhet ta përqasin në çështje perceptimi, nuk do duhet këtë politikë ta shohin si një kërcënim në të ardhurat e tyre, përkundrazi. Kjo politikë do të sjellë ata në atë nivel ku do kenë të punësuar të aftë, ekspert, që do shtojnë vlerë në të gjithë aspektet dhe në aspektin sipërmarrës dhe në aspektin ekonomisë më gjerë. Pra, e dhash përgjigjen se duhet të rriten pagat dhe nuk ka ekonomi të limituar. Okej? Zoti sekretar, për nga rëndësi që kanë investimet e huaja direkt në ekonominë e Shqipërisë, çfarë duhet bërë që të përhithi më shumë? Investimet e huaja direkte gjithmonë, jo vetëm në vendin tonë, po në çdo vend, në çdo shtet, në çdo vend të botës që një investitor strategjik, një investitor i huaj dëshiron të investojë në ekonominë e një vendit, gjëja e parë që shikon është sistemi juridik, sistemi ligjor. Si qëndron legjislacioni në përgjithësi, i gjithë legjislacioni, kryesisht tregtar, kontraktual, ligje tregtare, po dhe ligjet kushtetuese dhe legjislacioni civil, sepse ka të bëjë me punësimin dhe aspektin e kostos së punës dhe të kontratave të punës. Pra në të gjitha aspektet ata vlerësimin e parë shikojnë klimën ambientin mjedisin ligjor. I fokusohen tek analiza pestle, që quajmë neve ekonomistët, ata skanojnë në mënyrë të detajuar analizën e mjedisit të jashtëm që quhet pestle, që nënkupton analiza politike,
analizojmë faktorin politik, si qëndron, a kemi qëndrueshmëri politike, si qëndron institucionet, a kemi krizë politike, a kemi qëndrueshmëri në këtë aspekt. Pastaj vazhdojmë analizën ekonomike të faktorëve ekonomik, si situatë ekonomike të ardhurat për frym, se ata do investojnë dhe do krijojnë një produkt. Pra, duhet të dinë ekonominë dhe shportën e atij vendit, si qëndrojnë interesat për kredi bankare, likuiditeti dhe plot gjëra aspekte që lidhen me punësimi, faktor demografik të grup moshave, analizë detajuar, pastaj kalojnë në aspektin ligjor. L-ja është legal, gjithë aspektin ligjor të ligjeve si qëndrojnë, ku këtu qëndrojnë është aspekti i parë, nëse është në favor i mbron interesat e një investitori për të rrjedhur në atë vend. Faktori teknologjik, si qëndrojmë me teknologji, me digitalizim, me gjithë këto teknologji të avancuara të kohës që jemi, dhe faktorin social dhe faktorin environmental ose ambientalist mjedisor, pra dhe ligjit se sot është rritur ky vendisimi që të kemi një qëndrueshmëri, duhet të garantojmë 3 pillarë të zhvillimit, zhvillim ekonomik në numra dhe në terma financiare, që duhet të reflektojë në zhvillim social, të reflektojë në të mirat dhe mirëqenien e shoqërisë dhe të qytetarëve, ku këtu u ndërlidhe me rritjen e të ardhurave, duhet të rishpërndajmë të ardhurat, të rritet mirëqenia e qytetarëve dhe në mbrojtje të burimeve dhe të natyrës, mënyra se si trajtojmë natyrën. Vetëm atëherë ne kemi arritur të kemi një zhvillim të qëndrueshëm të shoqërisë. Pra, në këtë aspekt, investimet të huaja direkte, gjithë këto vite, po na vëzhgojnë, ka investimet të huaja direkte, po jo në atë nivel që do i përkonin ekonomisë tonë. Kemi potencial për të përthithur se kemi shumë burime, kemi dhe kapital human të rinj, të kualifikuar dhe brenda dhe jashtë vendit, ku mund të bashkangjiten proceseve, por ne duhet të aplikojmë këto reformat të cilat përmenda, edhe reformat në ekonomi, edhe reformat në sistemin gjikësor, ku përballemi jemi dëshmitar të gjithë këto ditë, në këto vitet e fundit. Pra duhet të rrisim këtë besueshmëri që të përthithim investimet e huaja direkte. Unë jam i sigurt se investimet e huaja direkte do jenë në rritje në Shqipëri, nga momenti që neve do ndërhyjmë, do të garantojmë këto faktoret, elementet kyç të analizës pestle me në krye rendin ligjor, regulativ, që të krijojë besueshmëri për investime. Zotit sekretar, cilat janë perspektivat e ardhshme për ekonominë dhe financat shqiptare? Me gjithë këtë analizë të cilën unë bëra, interesant këtë pyetje, isha javën e kaluar, kam qenë në Poloni, kam qenë në një javë ligjëratash Teaching Week nëpërmjet programit Erasmus të Bashkimit Evropian. Ligjerova në një universitet të Polonisë në Rezov, në juglin, afër kufirit me Ukrainën, dhe më ngritën pikërisht pyetjet e ngjashme, po ma lidhen me Ballkanin, me Unionin e Ballkanit Perëndimor, 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor. Perspektiva e vendit tonë është në rast se neve do ndërhyjmë me këto reforma, të cilat unë përmenda. Sistemi gjikësor, institucionet e forta. Dikush më të thotë profesore shumë e përgjithshme, nuk është përgjithshme, është domethënëse. Dhe përkojmë në këtë moment, jemi dëshmitar të gjithë institucionet qeveria, shtetit, dhe gjithë flasin, dhe institucionet vendore dhe ndërkombëtare, në këtë dekadë që jemi flasim të gjithë për dekadën e qëndrueshmërisë, agjendën 2030, kudo e dëgjojmë. Çdo institucion e proklamon. Pra, duke marrë parasysh që jemi në mesin e kësaj dekade 2020-2030, kur flasim për zhvillim të qëndrueshëm, kemi 17 objektiva të zhvillimit të qëndrueshëm që e garantojnë me 169 targete që janë politika zbatuese dhe 244 indikator matës. Kjo është një punë kolosale e zhvilluar nga Kombet e Bashkuara në dekadën në fund të vitit 90, fillim 2000,
nga miliona shkencëtarë, rreth 2 milion shkencëtarë dhe ekspertë nga 195 shtete anëtare të OKB-s për 10 vjet punuan për të krijuar objektiva strategjike globale të ngjashme në nivel lokal dhe ndërkombëtar. Pikërisht që të konvergjojmë, sepse ky planet, ekonomia jonë dita ditës po bëhet edhe më e vogël. Planeti, shoqëria jemi e vogël, jemi përveç vendore, jemi dhe lokale dhe globale, pikërisht që shtetet mes nesh të kemi të njëjtin indikator matës. Në të kaluaren, fokusoheshim kryesisht në zhvillimin numerik ekonomik, financiar, rritjet e prodhimit të brendshëm bruto. Por nëse kjo rritje ekonomike 3, 4, 5, 6, 7%, 10% çdo vit, nëse nuk reflekton në rritjen e të ardhurave të qytetarit, në rritjen e merrkënies së qytetarit, atëherë për çfarë? Kjo rritje numerike nëse nuk neve nuk e ndjejmë. Pra duhet të sigurojmë merrkënien e qytetarit dhe gjithashtu duhet të mbrojmë mjedisin ku jetojmë për nga cilësia e jetës, duam dhe cilësinë e jetës. Pra pikërisht këto objektiva globale janë domethënë se udhëzuese për këtë dekadë që jemi, ku në 2030 duhet të mbrim, jemi në mes të rrugës dhe unë si profesor ekonomist dhe i zhvillimit qendrueshëm jam shumë i ndjeshëm këtu dhe theksoj nga këto objektiva sepse janë kaq të qarta të shkruara, vetëm duan implementim. Çdo shtet ka marrë përgjegjësi dhe neve, si Shqipëri antar të OKB-s, të zbatojmë këto objektiva dhe aty duket qartë çfarë strategji, çfarë politikash duhet neve të aplikojmë për të arritur ekonominë në atë nivel të qëndrueshëm. Do më thot dikush, dhe nëse nuk e arrisim, nuk është e lehtë. Pse? Pavarësisht ndikimit që mund të kemi në arenën globale, në ekonominë globale, ai ndikim që këtë tutje duhet jetë cilësor. Nuk na falet gabim në mikromenaxhim të ekonomisë dhe të shtetit ton, sepse ai mikromenaxhim i zhvillimit të proceseve, përveç se mund të krijojë problematika tona të brendshme që ne themi i përballëm janë tonat ose jemi mësuar, jo sepse bën burim streh për problematika dhe eksportohet problematika. Prandaj dhe këtë rast konvergjojmë të gjitha shtetet me politika globale të ngjashme dhe me indikator matës të ngjashëm dhe janë deri diku në thonjza obligative, monitorohemi në realizimin e tyre, për arsyeën se aleatët ta nuk pranojnë të eksportojnë problem. Mbase neve mund të jemi mësuar të jetojmë me ndonjë problem, po nuk na pranojnë aleatët. Dhe këtu do të marr një shembull për kuptuar sa e rëndësishëm është ndikimi i çdo shteti dhe në arenën globale. Na është dashur të përballemi me fatkeqësinë në Amazon. U dogj Amazon para disa vjetësh, dhe neve zbuluam që 16% e cilësisë e oksigjenit që thithim, qytetarët global, na vjen prej Amazonit. Pra, kjo çfarë na tregon? Nuk mund të jemi më indiferent në ndryshime klimatike, as në çështje sociale, as në çështje ekonomike, në nivel vendor, në çdo fenomen që ndodh, fenomen problematik, sepse nuk ka ndikim vetëm në nivel vendor, ka ndikim në arenën globale. Pikërisht me këtë shembull që unë mora, kuptuam qoftë dhe ndikimi jonë, ne nuk ndikojmë 16% në mjedisin global, por qoftë edhe me 0 pik diçka ose 1 pik diçka dhe një shifër të plot, ndikimi jonë do të jetë cilësor. Edhe në aspektin e ndikimit ekonomik në ekonominë globale, edhe në aspektin e ndikimit social në ekonominë globale, cilësia e jetesës e mirëqenies së qytetarëve tanë, dhe në aspektin mjedisor në cilësinë e jetës. Pra nuk mundemi tani të sillemi në këtë planet, në këtë tokë, vendodhje të planetit që jemi në Shqipëria, sikur çdo gjë që na ndodh s'ka gjë, na ndodh neve. Jo, nuk na ndodh neve, ka ndikim dhe të tjera. Dhe duhet të rrisim përgjegjësinë tani dhe në çdo aspekt, dhe në fushën ekonomike, dhe sociale, dhe mjedisore, ne duhet të gjitha reformat, operacionet, mënyra se si funksionojmë, duhet të jenë në nivelin më të lartë për nga përgatitja, për nga cilësia,
që përkon me zhvillimet, me vendet e zhvilluara ku ne dëshirojmë perëndimore, ku ne dëshirojmë të aderojmë. Dhe këtu përmend objektivin e 16 të zhvillimit të qëndrueshëm, që quhet SDG 16, aty e thekson shumë qartë. Duhet çdo shoqëri, çdo shtet antar i OKB-s duhet të sigurojë institucionet e forta, paqe siguri për qytetarët, institucionet e forta dhe sistem drejtësie. Pra, pikërisht jemi dëshmitar këto objektivat ka filluar të ndjejmë shtetet dhe sistemi kanë filluar të ndjejmë zhvillimet në nivel vendor dhe ndërkombëtar të ndikuara nga këto objektiva për mirë. Janë duke ecur në trajektoret e mirë, ka mbase nuk do arrim në 2030 të arrim të gjitha këto, por jemi në një trajektore të mirë, qoftë me vonesë, jemi duke punuar mirë të gjithë shtetet, të gjitha shoqëritë që të arrim në një qëndrueshmëri vendore dhe globale. Zoti sekretar, të falenderoj. Unë ju falenderoj për intervistën. Kënaqësi. Kënaqësi edhe për ne. Të dashur miq, shihim transmetimin e radhës. Faleminderit.